LDK ka jetu pa ty. Harashia i mshon hotit dhe shpall kandidatuar me tone të ashpra. Astrid Harashia, sinqerisht, s'po dia kanë fillu disa me bo emisione humoristike apo po flasin seriozisht. Njerëzit që rastësisht kanë marrë funksionen LDK sot dalin publikisht e shprehin ambicie për kryetar partije. Deri sot nuk e dia kanë pas ndonjëherë dëftesë që kanë paguar antarësinë e LDK-s. Rastësisht u bën kryeministra se shefat e tyre u dhan mundësinë, por nuk ditën me mbajt. E tash i njëjti ish kryeministër që postin e ka gëzuar fal mentorit të vet, mendon se mund të udhëheq LDK-n, kur përveç pozitës që ka pas ose komunës prej ka vjen, ka veç 3178 vota. Jo, nuk bën. Kur e ke pas rastin një herë s'ke qenë i zoti me e çu përpara, në rasti i dytë nuk vjen me autorizim. O zotni, ka brekudzimin e kjo ambicie, unë nuk jam trim, por kur s'jam tut me e thënë të vërtetën. Amanet shumë e kush prej vitit 92 me detyra, me folklore, me karizëm, s'kan mujt me fokusu LDK-n. Mos haro, LDK-ja ka jetu edhe pa ty, ka me jetu edhe pa ty, e po që e ke e shpall kandidaturën, po e shpall edhe unë, të paktën, ka më shumë kohë antar i LDK-s, edhe pse s'kam pas as një funksion nga komuna Zhëvi që 18 vite, e megjithatë kemi më shumë vota se ju. LDK-ja nuk është rastësi, LDK-ja nuk është privilegj, LDK-ja është fair me lutje.